Përshëndetje, miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Në të shikojmë dy shenjat e horoskopit për ditën e sotme për muajin maj. Kemi Gaforen. Energjia shpirtërore Gafore, si muaj shumë emocional dhe intuitiv. Do të keni energji të forta që kanë të bëjnë me pjesën tuaj shpirtërore. Ka një proces shërimi që po ndodh tek ju. Dashuria e kaluara rikthehet, jo për të lënduar, por për të mbyllur si kapitull. Një çift biseda të thella, një sjellje e afërt midis jush. Beqarët mund të ndjejnë në një lidhje shumë të fortë me dikë, sikur e njohin prej kohësh. Tek paratë dhe financat, keni kujdes nga vendimet emocionale që merrni. Në punë, stabiliteti vjen dhe është i fokusuar tek pjesa e humorit. Pra, në punë duhet keni dhe pjesën e humorit, duhet jeni gjithmonë serioz. Në një këshill shpirtërore, jo çdo emocion që ndjen është i yti. Mëso të dallosh. Dhe Luani, energjia shpirtërore e Luani, muaj të rikthen në qendër të vëmendjes. Por këtë herë kërkohet autenticiteti i vërtet, jo thjesht imazh, por i zbulon kush je në të vërtet, kush je në thelb, jo vetëm si të shohin të tjerët. Dashuria, pasioni fort, por dhe egoja mund të hyjë në lojë. Në çift, nëse përpiqesh të kesh gjithmonë të drejtë, krijon distancë. Nëse hapesh, lidhja bëhet shumë e thellë. Beqarët tërheqin vëmendjen dhe këtë muaj, pra në muajin maj. Financat dhe puna, mundësi për rritje ose njohje profesionale. Një hap i guximshëm mund të çojë në një nivel tjetër. Dhe këshilla shpirtërore, fuqia e vërtet nuk është të dominosh, por të jesh vërtet pa frikë. Këto ishin dy shenjat për muajin maj. Faleminderit shumë.